kur shqiptarët bohën bashkë, flamur suksesi është i pandalshëm. Ne kem punu ngusht, ka qenë nisme imja, po kanë gjetë përkraje të jashtëzakonshme të bashkëpunëtorët tonë në Teksas, të cilët janë jashtëzakonisht mirë të organizuar, të cilët kanë lidhje të fuqishme, shumë të fuqishme, me njerëz kyç në politikën e jashtme të Shtetit Bashkuara, sidomos me republikanë, dihet Teksasi është një farë vatra e republikanëve në përgjithësi, dhe këta njerëz, edhe në ombrellën e organizatës së fundit tani që kanë kriju që quhet Albanians for America, me patriot të qiltër, pa kur një farë interesi tjetër personal apo çfarë do lloji qoftë, si Gino Mullici, si Doug Vranici, si Bruno Mehmeti, Bruno Ceka, Nazar Mehmeti, Ismet Smajli, mire thash, edhe tash mos t'i përmeni Gjo Aliti, dhe plëtem në tjerë, po tash e di që apet e kom harru dikën, po inshallah s'mazon për të modhe. Ideja është që ky grup i shqiptarëve, kjo vatër e patriotizmit të shqiptarëve që ekziston në Texas, ishte ajo fuqia shtytse që e solli jo vetëm dëgjimin, solli dhe rezolutën e parë që flet për drejtat e diskriminimin e shqiptarëve në Lugi Presheve në Kongresin e Shtetit Bashkuar të fundit. Edhe unë e di që për dikon mund të jetë hajt se kur gjë. Mirë zotni, bën e ti, nëse hajt se kur gjë. Ose po e them nënën tjetër, sikur të mos kishin qenë rezolutat e nipasnishme nga viti 85 e kënej, ato të ishte marrë kush me Kosovën, 99-ën? Atë lutem. Prandaj kjo është sukses të vëni këtë njëje, kjo është shpreh për ne, du t'ja dedikoj miqve tonë Texas që i përmena dhe atyne që si përmena kërkojnë ndjes, po ka qenë concerted effort, dhe më thonë përpjekje e përbashk, me koordinim, me besim, edhe me mirë kuptim. Edhe po thëmë apet, dhe më kjo shembulli më mirë, kur dojnë shqiptarët me i bo senet bashkë, këthenu edhe të shembulli ju së fundit vizitën në Boston. Kur ju dashtet me bo diçka të mirë dhe u bot bashkë, qaq sa ini, qaq vullnet sa keni, a nuk doli diçka e bukur dhe të taj vizite? E ta shpytja, a ka mund të njëjtat bot, edhe vitin e kalum, edhe vitin para prak, po që s'ka mujt, a ka mujt në 2005 më bo? O dash më bo 2026. Sepse o dash me disa njerëz caktum, me një moment caktum, me një organizim caktum, për me thonë, hey, we gotta do this. Hajta pojnë.